do doja të falenderoja para shoqatat e të gjithë, shoqatat e të rinjve me aftësi të kufizuar, mbi të gjitha për angazhimin e jashtëzakonshëm, gjë që tregon e para që nuk ka pamundësi në jetë, çdo gjë është e mundur, dhe e dyta faktin që futbolli është gjithëpërfshirës, është sa për ata që stërviten fushë për ditë në futbollin profesionist, sa ata që janë amator, edhe tek ta të rinj të cilët në një farë mënyrë kanë pasur një problem në jetën e tyre dhe që mundohen ta tejkalojnë pikërisht fal futbollit. Falenderoj gjithë shoqatët, falenderoj ministren, edhe natyrisht edhe përfaqësuesit e federatës që kanë arritur t'i përfshin dhe t'i angazhojnë brenda tyre në strukturat e tyre. Është arritje shumë e madhe që për të parë një ekip shqiptar merr pjesë te Genuine Cup 2026, se nuk janë të pakta këto arritje që duhet t'i njohim, por është për të parë që Shqipëria prezanton. Absolutisht, por duhet thënë në të njëjtën kohë që dhe ne si Ministri me Politika Sociale kemi bërë një hap të ri. Kemi kaluar nga vetëm mbështetje ekonomike në një përfshirje sociale të vërtetë që është shumë e rëndësishme. Përfshirje në sport, në kulturë, në arsim, në jetën e përditshme dhe ashtu do vazhdojmë për të kaluar nga ndihma e thjeshtë sociale në përfshirje në komunitet, atje ku dëgjohet fjala me të drejtat barabarta. Kjo arritje që jemi ne këtu sot është një bashkëpunim dhe një angazhim i Federatës Shqiptare të Futbollit me shoqatën. Fal këtij bashkëpunimi kemi arritur të krijojmë këtë ekip futbolli që dhe këta persona me aftësi të kufizuara të përfaqësojnë vendin e tyre në aktivitete ndërkombëtare. Ky është një mesazh i qartë që futbolli është gjithëpërfshirës, që dhe këta persona të ndihen njësoj si gjithë tjerët